Po, është e vërtetë trendi është ky pra që importet ushqimore janë arritur nga viti në vit. Megjithëse kemi pasur më shumë turistë, por kërkesa më e madhe pra nga turistët nuk është përkthyer në rritje të prodhimit të fondas pra për të përgjigjur kësaj kërkese më të madhe. Ajo është zëvendësuar, kjo rritje e kërkesës është zëvendësuar me rritje më të madhe të importeve. Dhe është rritur shumë dhe deficiti tregtar që ne kemi tek ushqimet. Pra, importojmë rreth 1 miliard e 600 milion euro produkte ushqimore dhe eksportojmë diku tek rreth 600 milion euro prodhime bujqësore. Pra kemi një deficit tregtar prej 1 miliard euro. Dhe problemi kryesor është që ky deficit është rritur nga viti në vit. Dhe aq më tepër pra në kushtet e krizës kur prodhimi vendas rrezikohet shumë nga mungesa e energjisë, mungesa e naftës, rritja e kosteve, rritja e tjerave kimike, rritja e pesticideve që do të vinë më vonë, po për investimet e reja plasmasi serave do të jetë më i shtrenjtë. Pra çdo kosto do të rritet, kuptohet që prodhimi jon do të rrezikojë shumë, sepse fermerët shqiptarë nuk kanë kapitale të mjaftueshëm për të investuar sasi të mëdha, dhe ky kapital që tregon gjendja aktuale që ato e kanë vështirë ta shtojnë sasinë e investimit dhe kuptohet që me kosto të shtuara do të jetë akoma më vështirë për ata që ata të investojnë më shumë para. Por aq më tepër kjo i bë ata kundrejt një rreziku më të madh, kundrejt një risku më të madh dhe përgjithsisht fermerët shqiptarë nuk e preferojnë riskun, nuk e pëlqejnë riskun dhe do të preferojnë më shumë të emigrojnë ose të punojnë në Greqi ose të punojnë diku tjetër, se sa të marrin një risk të shtuar pra kundrejt investimeve më të larta për prodhim të njëjtë me më parë. Aq më tepër duhet ditur që vendet e tjera kanë marrë masa ose do të marrin masa shpejt dhe janë në gjendje të përgjigjen më mirë krizës se sa vendi jon, ato do të përballen me një konkurrencë shumë më të fortë. Dhe kjo konkurrencë ekziston pra.